50 më pak titullohet ekspozita fotografike e studiuesit Artan Lame, e cila është çelur së fundmi në kryeqytet. Bëhet fjalë për monumentet e kulturës shqiptare të zhdukuara ndër vite gjatë shekullit të kaluar, prej të cilave sot kanë mbetur veç gjurmët në celuloid. Përzgjedhja e këtij grupi monumentesh është bërë mbi bazën e faktit që të gjitha ato nuk ekzistojnë më. Pra janë zhdukur përfundimisht, një pjesë e tyre edhe prej kohësh nga faqja e dheut, një pjesë janë vetëm në një rrënojë që mezi duket. Dhe keqja është që përveç se janë zhdukur në kohë, tashmë po ju zhduket dhe kujtesa. Shumica e njerëzve as nuk e dinë që kanë ekzistuar. Dhe kjo është dhe pjesa më e dhimbshme dhe pikërisht këtë element desha të sjell në këtë ekspozitë, elementin që përveç zhdukjes fizike ka edhe një zhdukje të kujtesës. Këto objekte me vlera arkitekturore dhe historike janë shkatëruar në kohë të ndryshme. Mes tyre mund të kujtojmë varret e vezirave në Kuz Baba në Vlorë, Teqen e Melçanit në Korçë, Mauzoleun e Nanës Mbretnesh në Tiranë, Manastiri 40 shenjtorëve në Sarandë e të tjerë. Ekspozita përmbledh monumente kulture nga gjithë sipërfaqja e vendit, duke filluar që nga veriu i Shqipërisë deri në jugun e largët, sepse e tillë është themi dhe dëmi që kemi bërë trashëgimi sot përbashkët. Pjesa më e madhe e tyre janë zhdukur. Nuk I takojmë vetëm të themi periudhës pas viteve 40-50, pra periudhës komuniste, por I takojmë janë edhe monumentet zhdukura që në periudhën e mbretit Zog, apo dhe në periudhën e fundit të pushtimit Osman. Kjo ekspozitë bëhet si omazh ndaj monumenteve të kulturës të shkatëruara të cilat sot janë fshirë nga harta ose ndodhen në gjendje të mjeruar. Aktiviteti vjen si një bashkëpunim me Sorosit dhe Qendrës Shqiptare të Trashëgimisë. Siç tregon studiuesi Lame, askush nga Instituti I Monumenteve të Kulturës nuk ka dënjuar ta vizitojë ekspozitën fotografike, ndonse përgjegjësia për harresën e këtyre monumenteve, si dhe gjendjen e mjeruar të shumë monumenteve të tjera sot, rëndon drejt për drejt mbi këtë institucion.